Përshëndetje, kjo është videoja e radhës në lidhje me PKK-n pas përhapjes së lajmit të veçpërbërjes së saj. Materialet të cilat do t'i dëgjoni këto për shumë kë janë të pabesueshme, sidomos për atë kategori të shqiptarëve të cilët duke mos e njohur i rajonin atje, duke mos e njohur zhvillimin historik të rajonit atje, duke mos i njohur ngjarjet, konstelacionet të cilat janë krijuar në shekullin 20, shkojnë dhe tërheqin paralele midis çështjes kurde atje dhe shqiptarëve në Kosovë në Ballkan. Dhe e dyta, tërheqin në mënyrë katastrofike, skandaloze, tërheqin paralele midis PKK-s dhe UÇK-s. Dy organizata militante të cilat bashkë asgjë nuk kanë të përbashkët mes vete. Rrjedhimisht çdo gjë dallon në mesin e tyre. PKK-ja, organizatë terroriste e cila është përdorur për gjatë 150 vjete për t'i mbajtur në tension shtetet për rreth Turqisë, UÇK-ja është organizatë e shenjtë, ushtri e shenjtë çlirimtare e cila ka luftuar për çlirimin e Kosovës nga thundrat dhe pushtimi serbo-slav. Ajo që i bën njerëzit, këta njerëz të cilët tërheqin paralele midis këtyre dy organizmave, çështjes kurde, çështjes shqiptare, PKK-s dhe UÇK-s, një numër jo i vogël i tyre nxiten edhe nga ndjenjat, përveç ignorancës, xahiljetit që e kanë, nxiten edhe nga ndjenjat e islamofobisë. Duke e mbrojtur çështjen kurde dhe PKK-n, ata në fakt synojnë ta sulmojnë Turqinë, vend ky i cili më parë si perandori osmane e sjell islamin në trojet shqiptare. Mbase edhe pyetja e cila bëhet, a ka qenë perandoria osmane sunduese apo pushtuese apo shiruse, është e njëjtë sikur ajo afeja a kombi, pyetje nëpërmes së cilës shpërfaqet në themel dhe në substratin e saj tendenca anti-islame dhe anti-muslimane tek ne. Prandaj, islami, çështje të cilën e kam përmendur më shumë se një herë, i jep rëndësi të madhe njohjes së historisë. Pa e njohur gjenezën historike të një çështje aktuale sot, nuk mund të thuash se e nje problemin e tanishëm. Njohja e historisë deri në gjenezën e saj, siç porosit Islami, ndihmon në njohjen e realitetit të tanishëm që me të tashmen, me brumin e të tashmes, të se ndërtohet një e ardhme më e mirë. Islami, nëpërmes ajeteve kuranore, duke i përmendur pejgamberet dhe ngjarjet përgjatë zhvillimit të historisë njerëzore, ju thet njerëzve herë direkt e shumë herë indirekt se dohet ta kuptoni të kaluarën, se si janë ngritur shoqëritë, si kanë rënë nga drasat e historisë në mënyrë që të merrni mësime nga atje për ta ndërtuar të ardhmen tuaj më të mirë. Jo historia të shkruhet e mësohet si një përmbledhje ngjarjesh megalomane, duke glorifikuar personalitete, duke treguar pralla dhe pallavra të ndryshme. Jo, të shkruhet në atë mënyrë që nëpërmes rreshtave të kuptohen gabimet e së kaluarës, edhe tek shqiptarët, për ta kuptuar të tanishmen mirë dhe për ta së ndërtuar të ardhmen. Prandaj, kur mushrikët dorëzohen dhe shohin se nuk po mund ta ndalin hovin e veprimtarisë të Muhamedit alayhi salatu wasalam, i cili kishte marrë mbi supët e tij një mision të shenjtë për ta krijuar njeriun dhe njerëzoren ashtu siç dëshiron Allahu i Madhreshëm, për ta vënë njeriu në pozitën në të cilën dëshiron të shoh Allahu i Madhreshëm, duke mos arritur ta stopojnë pejgamberin, shkojnë me mënyra të cilat i përdornin deri atëherë, shkojnë te hebrejt
me gjithë që hebrejt e kishin librin e shpallur, të vratin e Mosait a.s. shkojnë dhe u thonë se s'po kemi ma as gjandor, dhe të me likvidu e fizikisht, edhe atë s'po gozojmë sepse është birë i një familje të madhe brenda Kurejshitve, andaj a keni diçka me na mësu e s'paku ta deklasojmë moralisht. Mos me quhe gjatë, hebrejt i thonë pyet në 3 pyetje dhe shtronjani këto pyetje në turmë të madhe njerëzish dhe ashtu ndodh. Pyetjen e parë u a rekomandojnë mushrikëve kush ishte Dhulkarnejni, pyetja e dytë kush ishte Bilkiza dhe pyetja e tretë kush ose çfarë është shpirti. Në ditë pazari, në ditën kur mblidheshin një herë në javë arabët në oborrin e Mekës dhe vinin edhe nga njerëz tregtar, personalitete të shquara, të them akademike kushtimisht, poet të ndryshëm, afarist të ndryshëm, e kishin zakon të vinin në oborrin e Mekës dhe aty t'i zhvillonin transaksione tregtare, tregtin me zvete, bisedimet, kontratat, marrëveshjet, prishjen e marrëveshjeve, ngritën mushrikët dhe e pyesin pejgamberin po ato 3 pyetje që ja mësojnë hebrejt. Më pastaj, për të mos u ndalur në shpjegimin e atyre pyetjeve në mënyrë të detajshme, njohësit serios të islamistikës nxjerrin në pa diçka shumë interesante. Thonë, 2 pyetjet ishin nga historia, vetëm një ishte nga feja. Që don të thotë se Islami i jep rëndësi të madhe mësimit të historisë, fillimisht shkrimit të saj ashtu siç dohet, në sens që rreshtat dhe mesrreshtat e historisë të jenë një mësim i mirë, adekuat për ta njohur realitetin dhe për ta krijuar të nesërmen më të mirë. Andaj, edhe njohja e çështjes kurde duhet nisur nga fillimi, në mënyrë që të mos gabohet, aq më keq tingëllon kur ishen njerëz me tituj të ndryshëm akademik, profesor, historian, të cilët çështjen kurde e barazojnë 100% me çështjen shqiptare, duke e mbështetur kinse nga një perspektivë morale, shoqnore, humaniste, se ata njerëz nuk po arrin ta fitojnë pavarësinë dhe të ngjashme. E vërteta pra është se çështja kurde dhe PKK-ja më pastaj janë krijuar dhe janë përdorur për ta mbajt të tendosur rajonin e lindjes së mesme, rajonin e Azisë qendrore, të Armenia, Azerbejxhani e sidomos për të atakuar Turqia, për të stopuar prosperiteti i Turqisë, deri në përmasa sa bëhen edhe luftra të hapura midis Turqisë dhe PKK-s dhe si rezultat mbi 2.5 trilion dollar humbje ekonomike për Turqinë, siç thash në videon e kaluar, ka studime që flasin për 4 trilion dollar humbje, me 10.000 të rënë ushtar, civil, fëmijë janë vrarë dhe janë pre edhe kokat e fëmijëve të Turqisë dhe të Sirisë, e Irakut, e Iranit nga militantët e organizatës terroriste të PKK-s. Një ndër shtetet të cilat më së shumti e ka përdorur çështjen kurde kundër Turqisë, fillimisht kundër Perandërisë Osmane para shpërbërjes së saj, pastaj pas krijimit të Republikës së Turqisë deri vonë, deri me rrëzimin e Bashar al-Asadit, është më parë Rusia cariste, pastaj pasardhësia e Rusisë cariste, Bashkimi Sovjetik dhe më pastaj Rusia e Boris Jelcinit dhe Putinit në ditët e sotshme. Për këtë arsye, me që Rusia ka qenë e involvuar në çështjen kurde, ne herëherë shohim shtete perëndimore, demokratike, të bllokut perëndimor, që e kanë mbështetur, i kanë dhënë mbështetje Turqisë edhe në raport me kurdët, sepse e kanë ditur dhe e kanë shikuar me lupë, me sy të hapur,
me kujdes se kurdët po përdoren nga Rusia për të dobësuar Turqinë në mënyrë që të kalon të poshtë ka ujrat e nxehtë. Komunizmi i Bashkimit Sovjetik e më pastaj ndikimi i Rusisë, Jelcinit e tani e Putinit. Herë pra, megjithëse ka dhe shtete perëndimore të cilat së fundmi e mbështesin çështjen kurde dhe PKK-n, në Siri JPG-n, në Irak të tjerët, në Iran të tjerët, për interesa globale dhe globaliste. Këto shtete pra globale perëndimore, të them edhe një herë, e kanë mbështetur Turqinë që ta mbajnë të fortë në raport me kurdët, për shkak të se i nevojitej një shtet atje që ta ndal hovin e Bashkimit Sovjetik dhe të marksizëm-leninizmit. Andaj edhe Turqia pranohet në blokun Atlantik, Veriut-Atlantik në NATO, dhe nga ajo kohë Turqia ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për ruajtjen e interesave paqësore fillimisht të rajonit dhe më pastaj edhe për ruajtjen e interesave të perëndimit në rajon atje, në kufijt e Rusisë dhe në lindjen e mesme. Po kthehem në temë. Me që unë ka njere po detyrohem të quaj kështu, t'i bëj disa hyrje të tilla që mendoj se po janë edhe përmbajtjesore të dobishme për të kuptuar tema edhe më pastaj. Qëllimi im këtu, me këto video, se dhe me shkrimet e mia për gjatë gjithë kohës e pastaj në rrjetet sociale, është informimi i shqiptarëve, i dëgjuesve tanë këto, ndarja e diturisë, e dijes, e përvojësime që e kanë fituar për gjatë jetës me ju. Pra, atë që po e shpjegoj, po mundohem të shpjegoj në mënyrën që të jetë sa më e kuptueshme për ju, jo në mënyrën që unë të paraqitem këtu kinë se po i di gjanat dhe po dal po të regoj ato të cilat i di. Nuk e kam këtë synim. Nuk është e rëndësishme fare nëse dikush më njeh se di apo nuk di, me rëndësi është tek une sipas porosisë së Allahut të Madhreshëm, të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të traditës dhe kulturës islame, mbas edhe njerëzore në përgjithësi, që ta ndaj me ju atë që unë e di, që njerëzit e ditur, ata të cilët kanë informacione për çështje të caktuara, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, të flasim profesionalistët për çështje të cilat me të cilat ngarkohen dhe i dinë në raport me njerëzit të cilët interesohen që ti mësojnë. Pra andaj herë po zgjatet hyrja kështu, por me izin e Allahut do të mundohem ta përmbledh atë që dua të them. Roli permanent dhe i dëmshëm i Rusisë në çështjen kurde dhe në krijimin e PKK-s. Çfarë është? Cila është PKK? Çka është kjo organizatë? PKK është emri origjinal në gjuhën kurde, Partia Karkaren Kurdistan, ose Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, që është themeluar me 27 nëntor të vitit 1978 nga Abdullah Öcalan dhe një grup bashkëmendimtarësh të tij. Që nga vitet e para, ajo fillon të paraqitet si një lëvizje përtej politike edhe militante. Veprimet terroriste të PKK-s kanë shkaktuar mira vdekje të civilve, të fëmijëve, të ushtarëve në Turqinë juglindore dhe nëpërmes akteve terroriste gjithandej në territorin e Turqisë. Qëllimi i PKK-s, Partia Karkaren Kurdistan, pra, siç thuhet në manifestin e themelimit të saj, është përcaktuar për krijimin e një Kurdistanit të bashkuar të pavarur, KBP, për të gjithë kurdët që jetojnë në Turqi në përputhje me, nënvizoj,
parimet bazë marksiste-leniniste. Pra, PKK është organizat me ideologji marksiste-leniniste, e cila që nga fillimi i saj filloi ti luftoj pronarët e kurdët si pronar tokash në juglindje të Turqisë me preteksin se ata nuk kanë të drejtë të mbajnë tokë dhe të tjerët jo, ideja socialiste komuniste mbi pronësinë të cilën e promovon natyrisht edhe e jep si mësim dhe prerogativ obligativ Marksi, Engelsi dhe Lenini, dhe më pastaj duke i vra pronarët e tokave të shumta me përjardhje kurde, fillon ta përhap atë iden e tij se e saj se ne po e bëjmë këtë për shkak edhe të mbrojtjes së njerëzve të pambrojtur. Kjo ka qenë ajo logo e tyre. Veprojmë për mbrojtjen e njerëzve të pambrojtur. Cilët janë ata? Kurdët. E pse të vriten të pasurit e kurdëve? Sepse ata, sipas tyre, sipas PKK-s, sipas mësimeve të saj dhe Öcalanit, janë ndihmuar nga shteti i Turqisë në mënyrë që ti eksploatojnë kurdët e tjerë. Andaj, fillimisht ata dohet të likvidohen. PKK, pra, si një organizat me ideologji marksiste-leniniste e themeluar në vitin 1978, pas grushtetit të datës 12 shtator të vitit 1980, grushtet në Turqi të cilën e bën generali shqiptar Kenan Evren, Öcalan me disa antar të partisë të tij arratisën në Siri dhe më pastaj akomodohen edhe në Liban. Pas ikjes së Öcalanit në Siri, në Damask, pas 8 muajve e hap selin e parë, ku kjo organizat me njëherë fillon tubimin, thirrjen, tërheqjen e kuadrove të reja nga lindja e mesme dhe nga Evropa në përgjithësi. Në atë kohë, në vitet e 80-ta pra, territori libanez ishte i ndarë në 2 grupe, lufta e Bejrutit, izraelito-libaneze, izraelito-arabe, pushtimi i Bejrutit. Libani ndahet në 2 pjesë, njërën pjesë e merr nën kontroll, nën bikqyrje Siria me atë emrin Forcat Arabe të Paqes. Pjesa e Libanit që kontrollohej tani nga Siria, me që ishte një pozicion i përshtatshëm strategjik, aty Siria fillon të tërheq organizata terroriste militante në botë të cilat po luftonin qeveri dhe shtete perëndimore. Ndër ato organizata të cilat Siria i vendos në rafshnaltën e Bekas, në Libanin e kontrolluar nga Siria, është edhe PKK-ja. Aty, fillimisht, PKK-ja, pasi i fillon trajnimet militantët e saj, bie në kontakt me këtë frontin demokratik për shlirimin e Palestines, front kë, organizat kë, e cila e merr mbi supët e saj financimin dhe trajnimin profesional të ushtarëve dhe terroristëve të PKK-s. Në ndërkohë, Siria e Hafez el-Asadit, me që ishte krahu i zgjatur, dora e zgjatur e Bashkimit Sovjetik, Siria vë kontakt me Xhelal Talabanin, udhëheci i Unionit Patriotik të Kurdistanit në veri të Irakut, që edhe nëpërmes Xhelal Talabanit, PKK-ja të vë kontakte me regjimentin e Bashkimit Sovjetik të atëhershëm. Janë këto vite kur Damasko, pro Bashkim Sovjetik, po ushqente në rajon një ndjenjë fashizoide armiqësore antiturke, ndjenjë kjo të cilën e shfrytëzon shumë mirë edhe PKK-ja e Abdullah Öcalanit.
Procesi i zhvillimit historik i marrëdhënieve të midis PKK-s dhe Rusisë është pjesa më e rëndësishme për të kuptuar më pasaj se çfarë ka qenë PKK-ja. Kontakti i parë, në fakt, nëse shikojmë, fola pak për rëndësinë e historisë, nëse shikojmë pas këtyre, ose larg këtyre ngjarjeve me Bashkimin Sovjetik, shohim se kontaktet e para midis kurdëve dhe rusëve datojnë që nga luftrat midis perandorisë osmane dhe perandorisë ruse të shekullit 19. Gjatë luftrave osmano-ruse të vitit 1806 dhe të 1828-1829, këto dy lufta, rusët janë munduar që të gjejnë dhe të krijojnë më pastaj marrëdhënie me fiset të ndryshme, në rastin konkret me fiset kurde, duke u premtuar atyre se pasi të rrëzojmë perandorinë osmane, do t'ua lejojmë një shtet tuajin. Turqia në fakt, edhe pas shpërbërjes së perandorisë osmane, e ceka në videon e kaluar, nuk ka qenë kundër krijimit të shtetit kurd. Mos u mashtroni me këtë me këtë informacion tendencios. Turqia nuk ka qenë, por ka qenë Britania e Madhe, ajo e cila e ka prolonguar disa herë e më pastaj në fund del me deklaratën se populli kurd nuk është në gjendje që të ketë shtetin e vet. Nuk mund të ketë shtetin e vet. Vazhdojmë tutje. Në luftën e Krimis, është me rëndësi, të vitit 1853, 56, 1853, viz 1856, interesi rus për kurdët fillon të rritet në përmasa të papare deri atëherë. Më pastaj, lufta ruso-turke e vitit 1877, 1878 bën që rusët tani më të koncentrohen seriozisht për krijimin e një aleance ruso-kurde për shpërbërjen e perandorisë osmane. Megjithëse të gjitha shumica e fiseve kurde ishin rreshtuar me shtetin të cilët i përkisnin, pra me perandorinë osmane kundër rusëve, disa nga ato fise pranojnë që të futen në aleancë, sikur shqiptarët me serbët pas shpërbërjes së perandorisë osmane dhe pastaj kombet slave të Ballkanit i bëjnë torturat, vrasjet, masakrat dhe genocidin më të madh në historinë shqiptare, kurdët, disa nga ato fise fillojnë bashkëpunimin me kurdët, me rusët, që në fakt synim kryesor i Rusisë ishte shpërbërja, shkatrimi i perandorisë osmane dhe marrja nën kontroll të ngushticave turke të deteve të ngrohta, siç quhen me këtë termin në marrëdhënien ndërkombëtare. Fillimi i marrëdhënieve konkrete, pra midis kurdëve, fillon kur kufijt e perandorisë ruse lëshohen, fitojnë në lufta deri në Kaukaz, Azerbajxhan dhe Armeni, ku kurdëve fillimisht u premtojnë një shtet midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, aty të Nagorni Karabahi, vend në të cilin, siç kam thënë edhe më parë, ka shqiptar të cilët kanë migruar kohë më parë atje. Në librin e tij Kurdët, në kapitullin Roli i Rusisë në kurdologji, autori rus Basil Nikitaev pohon se kryerja e studimeve rreth kurdëve dhe krijimi i një kurdologjie do të ndihmon shumë që kurdët ta shikojnë kombin rus si një komb mik i tyre që po ndihmon në krijimin e shteteve të tyre. Zhvillimet
ruso-kurde arrin nivelin më të lartë, më të ngrohtë, më të ngjizur, sidomos gjatë mbretërimit të Ekaterina II, e cila urdhëron Rusinë cariste, organizma shtetënor të saj, që të mirën kryesisht me kurdët dhe të krijojnë aleanca të duhura me ta. Marrëdhëniet pra midis kurdëve dhe rusëve vazhdojnë edhe gjatë periudhës pas viteve 1920 në kohën e Bashkimit Sovjetik dhe vazhdojnë deri në mënyrë shumë të hapur deri në vitin 1980. Grushteti i Kenan Evrenit i çmonton përveç të tjerave edhe raportet ruso-kurde. Pas kësaj, Bashkimi Sovjetik fillon të mbështet Xhelal Talebanin në Irakun Verior, pasi udhëheci tjetër kurd, Barzani, Mulla Mustafa Barzani, në vitin 1959 e kërkon ndihmën amerikane në raport me shtetin e Irakut. Kur e sheh Rusia se Mulla Mustafa Barzani po ngjitet me amerikanët, rusët e marrin në sqetull Xhelal Talebanin. Xhelal Talebani ka qenë një më pastaj edhe president i Irakut pas rrëzimit të Saddam Huseinit. Për shkak të vakuumit të përgjithshëm të pushtetit dhe kaosit në rajonin e lindjes e mesme, periudha kur fuqia e PKK-s arriti kulmin e saj është viti 1991-1993, i dini ngjarjet e kësaj kohe me Irakun. Nga viti 1993, Rusia e ka lejuar PKK-n të veprojë në Rusi siç ka dashur. Arsyeja e parë që e inkurajon Rusinë të ketë një raport me këtë është fillimisht ideologjia marksiste-leniniste e PKK-s. Një arsye tjetër, këto po i spjegoj edhe në sens, që nëse harroj në fund të videos të them. Prandaj e kam quajtur fitore super spektakolare e Turqisë, shpërbërja e PKK-s. PKK-ja nuk është çështje vetëm nuk ka qenë problem vetëm për Turqinë. PKK-ja ka qenë, PKK-ja dhe JPG-ja dhe 3 organizma tjerë të kurdëve në rajon, ka qenë problem edhe për Rusinë dhe pro-Rusisë. Problem dhe pro. Problem për Izraelin dhe pro-Izraelit. Izraeli ka harxuar miliarda dollar në trajnimin dhe financimin e këtyre organizatave. Problem dhe edhe për SHBA-n, edhe për Bashkimin Evropian. Pra çështja e PKK-s nuk do të shikohet me një lupë tepër të ngushtë, vetëm PKK, lufta për pavarësi dhe kështu. Jo, konstelacionet, ngjarjet të cilat i prodhon ekzistenca e PKK-s dhe organizmave të tjerë kurd atje janë shumë më të thella se sa që mund të shihen nga një shikim i përcepët apo nga një lexim i përcepët. Tjetra arsye pse Rusia pra afrohet me PKK-n është edhe çështja e Çeçenisë. Shiqo. Megjithëse që Turqia vazhdimisht ka deklaruar se është pra ruajtjes së integritetit territorial të Rusisë dhe mos ndryshimit të kufive, Rusia e ka akuzuar Turqinë se po i mbështet çeçenët në luftën e tyre për pavarësi. Andaj, si kundërpërgjigje kundër Turqisë, se po i ndihmon kinse çeçenët, Rusia herher i ka nxitur kurdët në organizime terroriste dhe në sulme mbi baza të ushtrisë turke në juglindje të vendit. Një arsye tjetër pse Rusia e ka mbështetur këtë PKK-n është edhe ajo që konsiderohej rrezik turk në Azinë Qendrore.
kur Turqia fillon të drejtoj projektilat e vetë për një vllazërim fizik me Republika Turke të Azisë Qendrore që shkojnë deri në kufijt e Kinës atje, Rusia, duke ditur se këto vende kanë një rëndësi strategjike për to, për ta stopuar këtë invazion dhe këtë përhapje të ndikimit të Turqisë dhe të vllazërimit dhe ndoshta të një bashkimi eventual edhe të kufive gjeografik, vazhdimisht e ka përdorur PKK-n si një mash për ta sulmuar ose për ta goditur në kokë Ankaran zyrtare. Në vitin 1995 isha student postdiplomik në Turqi, e mbaj mend kur ambasadori i Rusisë, atëherë Andrej Chernichov, pati ardhur në Ankara dhe pas takimeve që i bëri me ministrin e jashtëm të Turqisë, doli dhe tha se Rusia ndal mbështetjen e saj për PKK-n. Përse? Sepse Turqia u pati bë gati që edhe të nis luftë frontale me Rusin, vetëm që ta stopoj mbështetjen ruse për PKK-n. Një çështje tjetër, një arsye tjetër, pse Rusia e ka mbështetur PKK-n është edhe tubacioni apo ndërtimi i tubacionit Baku Tiblis Gjejhan BTC, që do ta sjellte naftën dhe gazin e Kavkazit nëpërmes Turqisë në Evropë. Përse? Përpara ishte një tubacion që do të kalonte nga Azerbejxhani nëpër Rusi, në detin e Zi dhe më pastaj në Bullgari apo Rumani, por kur fillon ndërtimi i tubacionet Azerbejxhan-Gjorgji-Turqi, Azerbejxhan-Gjorgji po Turqi, Rusia e ndjen veten të rrezikuar ekonomikisht dhe strategjikisht nga ky tubacion. Rusia në këtë kohë fillon të mbështes dhe të financoj me 16 tonelata raketa, i dërgon PKK-s në veri të Irakut dhe një pjesë të saj në veri të Sirisë për ta sulmuar më pastaj Turqin dhe për ta ndalë Turqin nga ndërtimi i këtij tubacioni. Përtej kësaj, në vitin 1998, Abdullah Öcalan para gazetarëve botnisht deklaron se ka urdhëruar antarët e organizatës të sulmonin tubacionin BTC që po ndërtohej për transportimin e naftës dhe gazit. Një arsye tjetër pra, e ndoshta ndër më kryesorët është, megjithëse që në territor paksa larg, është ambicia ëndra e Rusisë që ti man nën kontroll ngushtica turke të Bosforit, Dardaneleve dhe të tjera. Krijimi i kanalit të ri të cilin po e bën Erdogan Turqia nga ngushtica në detin e Zi, Rusia ka hesht në dhunë e detyruar, për ndryshe për Rusin, kjo ka qenë një bombë atomike nga ana e Turqisë, sepse po krijonte një relacion shumë më të fuqishëm, më të fortë, më të shkurt për transportimin e mallrave nga deti i Zi nëpër kanalin e Stambollit dhe për të dalë këndej pastaj në Mediteran, në Atlantik dhe përtej Atlantikut. Konsiderohet një ndër projektet më të shtrejta në histori pas projektit të rrugës së Mandafsht, e cilat deri më tani thuhet se janë harxuar mbi $2 trilion vetëm nga Kina për realizimin e atij projekti. Shikuar nga perspektiva e marrëdhënieve ndërkombëtare, e shohim pra se PKK-ja është organizatë e cila më shumë i ka shërbyer fuqive të jashtme për ti shkatruar dhe për ti mos i lënë rahat shtetet në të cilat janë turqet, se sa i kanë ndihmuar kombit apo popullit turk. Përkundrazi, PKK-ja
e ka dobësuar dhe e ka shkatruar ëndrrën kurde për krijimin e një shteti kurd në rajon. Kur në vitin 2015 Bashar el-Asadi e fton Rusin që të vije me ushtrin në Siri pas fillimit të revoltave dhe revolucionit sirian të vitit 2011, në këtë kohë Rusia edhe njëherë del në pa me tendencën e saj për krijimin e Kurdistanit. E armatos ma shumë se Amerika më pastaj deri në dhëmb PKK-n, JPG-n, vetëm që ta krijon një shtet alat të vetin në Siri, megjithëse që edhe Siria ishte alat i saj. Shtet të cilin do ta përdorte her kundër Turqisë, her kundër Sirisë po pati nevoja dhe kundër vendeve të tjera. Ju kujtohet ngjarja e rrëzimit të aeroplanit rus, të cilin e patën rrëzuar si një aeroplan pej letre aeroplanet luftarak të Turqisë, sepse aeroplani pat hy në regionin në qiellin e Turqisë, pastaj vrasja e atij ambasadorit të Rusisë në Turqi, pastaj ndërprerja e marrëdhënieve tregtare ekonomike me mijëra kamiona tëra, shlepera të produkteve bujqësore të Turqisë u patën bllokuar në kufit e Rusisë, sepse Rusia nuk i lejonte, dhe kur Turqia deklaron se do t'i përdorin të gjitha mjetet e disponueshme për mbrojtjen e interesave të saj në Siri dhe kudo qoftë, Rusia, duke pa dhe për interes të vetin, tërhiqet nga projekti i mbështetjes së PKK-s dhe fillon largimin fillimisht mbylljes së bazave ushtarake trajnuese të PKK-s në Rusi, të cilat dikur Volodymyr Zhirinovski i mbështeste, pat shkua puna deri atje sa u pat votue edhe në parlamentin rus, në Duma, me 269 vota për krijimin e raporteve strategjike midis Rusisë dhe PKK-s dhe PKK-s. Por, me gjithë që kalon në Duma, presidenti i atëhershëm Boris Jelcin e pati refuzuar dhe nuk e ka lënë që të futet në fuqi. Rusia pra gjithmonë ka pasur marrëdhënie të mira me PKK-n, me degën e saj siriane JPG, si dhe me kurdët e Irakut, por jo të këtyre të Barezanit, të cilët mbështeten nga SHBA dhe e krijojnë shtetin, do si do një shtet në veri të Irakut që quhet Kurdistani i Irakut verior. Prandaj, rrëzimi përfundimtar i PKK-s, futja në kënd që të detyrohet që t'i dorëzoj armë dhe ta shpall shpërbërjen e saj, dhe shpërbërja e PKK-s nuk do të thotë shpërbërje e vetëm si organizat militante PKK, sepse PKK-ja, JPG-ja, PJK-ja, PJKD-ja, pastaj PJD-ja janë 7 organizata të tjera kurde që veprojnë atje nën titullin KGK, shkruhet KCK. Të gjitha këto, si pas kësaj që është deklaruar deri më tani dhe me mbështetjen amerikane për Turqinë, të gjitha këto priten të përfundojnë së ekzistuari në mënyrë që kurdët e Turqisë t'i kthehen jetës normale dhe të jetojnë sikur të gjithë qytetarët e tjerë të Turqisë. Prandaj kam thënë dhe po e përsëris përfundimisht se shpërbërja e PKK-s, do të thotë e këtyre 7 organizmave kurd, shumica terrorist, është fitore e rajonit, fitore e paqes atje, një vllazërim mes etnive, sekteve, mes muslimanëve dhe të tjerëve atje, dhe para së gjithash, fitore spektakolare e Turqisë. Turqia tani më i ka duart edhe më të lira të veprojë në raport me Azerbejxhanin, në raport me
vendet e turke të Azisë Qendrore, në raport me Siri, në raport me vendet e tjera, sepse nuk e ka më Rusia dhe vendet e tjera, sidomos Izraeli, një mjet për ta ndaluar dhe dobësuar Turqinë në realizimin e projekteve të veta. Dhe për fund, nëse ka diçka që Rusia ka bashkëpunuar si vlla e motër me Izraelin, është pikërisht çështja e PKK-s kundër Turqisë. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje, ditën e mirë.